Përshëndetje Katerina, falenderoj unë. Më lejo fillimisht që të ndalemi në ato që konsiderohet sikurse po e thoja edhe në hyrje të kësaj interviste si një moment shumë i rëndësishëm për vendin tonë. Ne kemi diskutuar ndër të tjera që nga nisja e procesit hapjen një pas një të grup kapitujve. Tani më duket se jemi në një tjetër fazë. Çfarë shënon dhe si përkthehet në terma konkret? Është e vërtetë Katerina, në fakt vetë konferenca e 9 ndërshvetare e BE Shqipëri është akti formal që shënon mbylljen e 3 kapitujve të parë negociues dhe kjo vlen në fakt për gjithë rrugtimin e Shqipërisë për procesin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian, por e rëndësishme është që të theksojmë dhe të diskutojmë se çfarë ka arritur Shqipëria konkretisht për këto 3 kapituj apo edhe ngjarje të tjera të cilat kanë vlerë po ashtu. Në fakt, siç e përmendja edhe ti më herët, është hera e parë që mbahet përveç sa konferencës ndërshvetare e BE Shqipëri janë 3 konferenca të tjera për Malin e Zi, Ukrainën dhe Moldavin, pra të cilësuara tashmë si front runners, edhe ato kanë patur përparimet të tyra në këtë proces. Në fakt, Malizi ka ecur me hapa më konkret ku shënon edhe mbylljen e 18 kapitujve, ndërkohë për Ukrainën dhe Moldavin jemi ende në hapjen e grup kapitujve dhe sot shënojnë hapjen e grup kapitullit të 6. Ndërkohë për Shqipërinë ka qenë një sukses, po themi sepse duke llogaritur që hapja e grup kapitullit të